Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Nga shenjat e radhës, shenjat e vola të kiametit, është edhe hapja apo tharja e lumit të Eufratit dhe shfaqja e floririt nëpër masat e malit. Pra nga shenjat e vogla që paraprin ndodhinë e madhe të kiametit është që lumi Eufrat, i cili buron në Turqi, burimin e ka në Turqi, kalon në territorin e Turqisë lindore, kalon në Siri dhe përfundon në Irak. Është lumi më i gjatë në Azi, rreth 2800 kilometra. I gjatë dhe është shumë i rëndësishëm. Në aspektin ekonomik është shumë i rëndësishëm. Dhe na ka treguar profeti alayhi salatu wassalam, si sot në hadithin e tij, do të ndodhë që Eufrati të largohet uji i tij duke u shfaqur, apo do të ndodhë që Eufrati të shfaq thesar me flori. Kush nga ju prezanton në të, pra gjendet aty në këto momente, të mos marrë gjë prej tij. Dy çështje na tregoi profeti alayhi salatu wassalam. E para është se kur të largohet uji i lumit, dhe kjo mund ndodh për shkak të thatësirës, mund të ndodhë edhe për shkak të devijimit të rrjedhës së tij, apo ndonjë arsye tjetër. Atëherë, në shtratin e këtij lumi, gjendet flori nëpër masa tepër të mëdha. Flori nëpër masa tepër të mëdha, si gjen në një hadith tjetër profetit, i njëjti hadith në një përcjellje tjetër, mal me flori. Kuptimi është jo mal, por florim nëpër masat apo sasinë e një mali. A është shumë? Patjetër shumë. Patjetër që shumë, 1 gram flori edhe kushton, ka vlerë, e jo më të kesh sasi kaq të madhe floriri. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam mos të marrë gjë. Pra nëse kjo gjë ndodh dhe ti je aty pranë, atëherë nuk të lejohet të marrësh gjë prej tij. Pse? Një nga arsyet tregohet në përcjelljen tjetër, ku të njëjtit hadith, ku profeti alayhi salatu wasallam thot, njerëzit do të vriten midis tyre. Në çdo 100 vet, 99 do vriten. Dhe secili për tyre do të thot, ndoshta jam unë ai që do të shpëtoj. Ndoshta jam unë ai që do të shpëtoj. Pra turma të mëdha njerëzish do të shkojnë për të marrë flori. Kjo një gjam paka shumë asaj që ka ndodhur dikur, ndoshta në fillim shekullit 19, në Amerikë, ku shkonin për të gjetur dhe për të marrë flori në Alaska, u zbulua flori atje, shkonin njerëz në Alaskë, me ato slitat me qen që i tërhiqnin për të marrë flori. Janë bërë dhe filma, libra e tjerë me ndodhi rreth asaj ngjarje. Pra shkoshin njerëz dhe vdisnin, shumë prej tyre vdisnin. Vdisnin nga i ftohti, vdisnin nga çarja e arkullit, mbyteshin në atë lumë, në atë liqen, vdisnin nga i gërsirat që i hanin, i sulmonin, vdisnin se i vrisnin njëri tjetrin për t'i marrë floririn e grumbulluar njëri tjetrin. Do të ndodhë kjo gjë edhe në Eufrat, kur të shfaqet ky florim për masa kaq të mëdha, do të jetë një vrasje e madhe midis njerëzve, shumë e madhe. Sa që thot profeti alayhi salatu wasallam, jep statistik, thot në çdo 100, 99 do vriten. Njëri do shpëtoj. Prandaj grumbulli i madh, turmë e madhe njerëzish që do të shkojnë, do të jetë një përqindje shumë e pakët që do të shpëtoj. E megjithatë, edhe pse ka paralajmëruar për të rrezik dhe njerëzit do ta shohin se si do të vritin midis tyre, secili nga lakmia për floririn do të shkojë dhe do të thotë, ndoshta jam unë ai që do shpëtoj. Ndoshta jam unë ai që do të shpëtoj. Dhe arsyeja që ndaloi profeti alayhi salatu wassalam
është se diçka e tillë është lakmi për dynjan, që e mashtron njeriu dhe e pendron atë nga përkujtimi për ahiretin, përgatitja për lënien e ahiretit dhe takimit me Allahun Azza wa Jall. Një tjetër arsye është vrasja e madhe, pra ndaloi profeti alayhis salam. Kur është një rrezik kaq i madh, nuk i lejohet muslimanit që të shkojë, dhe ndalesa ka kuptimin e haramit. Në këtë hadith ndalesa ka kuptimin e haramit. Dhe thot Imam al-Qurtubiu nga dietarët e Andalusit, Allahu mëshiroft, thotë se ndër të tjera nga ajo që përmendëm, thotë se diçka e tillë, kjo mas apo kjo mas e madhe floriri, nuk ka gjykimin e një thesari që i përket një thesari që e gjen, apo një thesari që është në kohën e xahilijetit dhe e gjen muslimani që merr një përqindje, por është një pasuri e përgjithshme që i takon, thot, arkës së shtetit. Pra i takon të gjithë muslimanëve, jo një grupi. Prandaj ndër të tjera, një nga arsyet e ndalimit, thot, është edhe kjo. Sepse marrja nga kjo masë e madhe floriri nuk i takon asnjërit të marrë për veten e tij në mënyrë individuale. Jo, por është një pasuri që i takon arkës së shtetit me qëllim që të shpërndahet për nevojat e muslimanëve. Pra është një pasuri publike. Është një pasuri publike, siç mund të jetë nafta për shembull, zbulohet nafta, i takon shtetit ta menaxhoj, nuk i takon individit. Pse? Sepse është një pasuri e madhe, një përfitim i madh për cilin ka nevojë gjithë shoqëria. Pavarësisht se pastaj shtetet e korruptuara bëjnë çfarë bëjnë. Ne flasim si parim, Shenjë tjetër e kiametit është mohimi i njohjes ndërmjet njerëzve. Pra njerëzit do të bëjnë sikur se njohin njëri tjetrin. Dhe kjo është aktuale. Nëse shenja e parë pritet ndodh, kjo ka ndodh. Mund të ndodh vazhdimisht deri në kiamet, por është prezente. Njerëzit do të bëjnë sikur nuk e njohin njëri tjetrin. Mund të jenë dhe kushërinj. Bën sikur ka mendjen ande, kthen kokën. Bën sikur po i bidi po flet telefon me dikën se ka mendjen. Përderisa profeti alayhis salam përmendi këtë gjë, se shenjtë e kiametit tregon që do të jetë një fenomen i përhapur në shoqëri. Nuk bëhet fjalë për 1-2-3 raste. Se këto janë raste specifike që nuk merren në konsiderat. Dhe nuk mund të jepet shoqërisë një gjykim për 2-3 raste. Jo. Por do të jetë i përhapur si fenomen. Thot në hadithin e tij profeti alayhis salam, yulqa bayna an-nasi at-tanakur. Fala yakad ahadun ya'rif ahadan. Do të hidhet apo do të shfaqet ndërmjet njerëzve mohimi i njohjes. Pra do të duket si dukuri, do të fillojë të shfaqet si dukuri, mohimi i njohjes. Saqë asnjëri nuk do ta njohë tjetrin. Ndërkohë që njihen. Mos të dy të partë njëri e di që ky është një miku i tij apo është një kushërir i tij e tjerë. Por hiqet sikur se një. Pse mund të ndodhë diçka e tillë? Kjo ka disa arsye, mund të ndodhë për shkak të mendimallësisë. Për shembull, ndoshta dikush nga ne mund të ketë të afërm të tij që kanë vënë një dorë lek apo kanë marrë një pozitë, nuk janë ndjenë më nevojën kushërinjve të tyre dhe fillojnë i shtropusin lidhet me ta, apo bëjnë sikur se njohin, sikur po e sheh për herë të parë, sikur se di kush është. Arsye mund të jetë edhe mëria, mund të jenë edhe grindjet. Mund të jenë edhe grindjet apo humbja e interesave. S'ka më interes. Bën sikur s'njeh. Mohon. S'po të maj mend. S'ma mend ti motë të më qenë shushu. S'po të maj mend. Ndërkohë që e mend. Dhe ky është një ves i keq i urryer. Pra njerëzit nuk përfillin më njëri tjetrin, nuk tregojnë më respekt ndaj njëri tjetrit, nuk ja dinë apo ja mohojnë, ja harrojnë vlerat, sakrificat, kontributet njëri tjetrit, lidhjet,
farefisnore, shoqërore që i mbajnë, i harrojnë, i shtopusin. Allahu na ruaj. Shtimi i lakmis. Lakmia këtu në kuptimin e diçkaje më tepër se kooperacia. Sepse për kooperacinë në arabisht kemi disa terma. Dhe termi që është për qëllim këtu që është përmendur në hadithin e profetit alayhi salatu wassalam, yataqarabu zaman thot, wa yunqas al-amal wa yulqa ash-shuh. Do të afrohet koha dhe folëm për të shenjë, do të paksohet puna dhe ndërmjet njerëzve do të përhapet ash-shuh. Ash-shuh ka kuptimin e kooperacisë, por diçka më tepër se kooperacia është shoqëruar me lakmi. Kooperacia është njëri për shembull që ka diçka dhe nuk ta jep. Nuk t'jep. Ka detyrë për dhënë zakatin, nuk e jep. Apo nuk t'jep sadakat aty ku njerëzit kanë nevojë e tjerë. Kurse e shoh përveç kësaj gjendje të kooperacisë, në pasuri ka dhe kooperaci në realizimin e detyrimeve ndaj të tjerëve. Ti për detyrë të realizosh të apo atë çështje. Mund të jetë për shembull drejtues bashkie, kryetar shteti. E ka për detyrë që të kujdeset për cilësinë, për mirësimin e cilësisë së jetës së njerëzve në përgjegjësinë e tij. Po edhe nëse bën diçka ta qum der, jo se e ka për detyrë. Shtroni rrugë edhe hajde tash. Ai ka detyrë ta bëjë. S'ka pse të kërkoj faleminderit fare nga ne. Çu e bër sot? Detyrimet që kanë, atë 0.01% që realizojnë, ta shesin pastaj si nder. S'u e bëri me lehtë veta, s'u e bëri me djersën e vet. Allahu na ruaj. Dhe kjo është nga llojet më të këqija të kooperacisë unë dietarët. Pra, kooperac jo vetëm me pasuri, por kooperac edhe në përmbushjen e detyrimeve. Mësuesi me nxënësit, hoxha me xhamatin, muftiu me hoxhallarët e shumë radh, kryetari i shtetit me të tjerët, pra me njerëzit që kanë ndaj të cilëve ka detyrime ai. Një tjetër shenjë e kiametit është edhe të folurit e egërsirave dhe sendeve. Kafshët e egra do të flasin. Do të komunikojnë me njerëzit, jo me njëra tjetrën, me njerëzit bëhet fjalë. Por edhe sendet do të fillojnë të flasin. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij: "Walladhi nafsi bi yadihi la taqumu as-sa'a hatta tukallima as-sibau al-ins." Betohem me atë në dorën e të cilit është shpirti im, pra me Allahun azza wa jall. Nuk ka për të ndodhur kiameti derisa kafshët tu flasin njerëzve, thot. Tu drejtohen me fjalë. Nuk bëhet fjalë me atë zërin e tyre të veçantë të secilit lloj, këndimin e zogut, e cicerimin e tij apo ulërimin e kafshës, hindërimin e kalit të tij. Jo, fjalë. Sa këto njerëz njeriu si kupton to? Kur hindërin kali se kupton çfarë thot? Kur pallet romari se kupton çfarë thot? Jo, do t'i drejtohen me fjalë. Dhe realisht lezet që ka ndodhur edhe në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka ndodhur, ka shembuj të rrallë, por që tregojnë dhe mbështesin dhe përforcojnë akoma dhe më shumë se është e vërtetë dhe e mundur. Siç përcjell Imam Ahmedi në Musnedin e tij se një bari përkulloste baktin dhe papritur vjen një ujë dhe rrëmben një kafsh, një dele. Dhe i turret bariu mbrapa për ta kapur, që t'ja marrë delen. Dhe e arrin dhe ja merr ujkut. Ujku largohet disi, ulet me të ndenjurat e tij, e fut bishtin ndërshal duke e puthitur me barkun e tij dhe i thot bariut, përse ma mora atë risk që Allahu ma dha mua? Bariu tha, betohem me Allahun se s'kam parë më parë ujk që flet.
U çudit. Ujku i tha, vazhdoi dhe foli. Më çuditshme se kjo, pra më e madhe se kjo gjë që po të çudit ty, është se midis hurmave, në vendin e hurmave, midis dy luginave, ka ardhur një person që tregon për atë çfarë ka ndodhur më parë dhe se çfarë do t'ju ndodh juve më pas. Dhe ikën ujku. Ky person që çifut vjen në Medinë dhe pranon Islamin te profeti alayhi salatu wassalam dhe ja tregon ngjarjen. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i thot, e beson tregimin e tij dhe i thot, kjo është nga shenjat paraprirëse të kiametit. Por ka dhe një tjetër rast, siç përcillet në hadith në Sahihun e Buhariut, se një person i kishte hipur lopës, pra siç i hip njeriu kalit, gomarit apo deves që kaloron mbi kalin e tij. Dhe lopa i thot, unë nuk jam krijuar për këtë gjë, por jam krijuar për bujqësi dhe dobi të tjera normalisht. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, e besoj këtë gjë unë, Ebu Bekri dhe Umeri. Pra ka ndodhur gjëra të tilla të çuditshme që janë jashtë asaj atyre ligjeve që rrjedhin normalisht çdo ditë në natyrë që i ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Kur të vit kiameti, kjo do të jetë e njohur si çështje ndërmjet njerëzve. Pra do të jetë më e shpesh se çka ndodhur më parë në 1, 2, 3 apo diçka më tepër raste. Kafsh. Përsa i përket sendeve, thot profeti sallallahu alaihi wasallam në vazhdim të hadithit të parë, wa hatta yukallima ar-rajula 'udbatu sawtihi, dhe derisa t'i flas njeriu maja apo më thënë cepi i shkropit i kamxhikut të tij apo i shkropit të tij, pra ku e mban njeriu me dorë, cepi ajo anë, e shkropit. Do t'i flas. Dhe rripi i pantoflës së tij dhe kofsha e tij se çfarë ka ndodhur me familjen pas tij. Do të flasin, do të tregojnë. Ne e dim që kiameti do të paraprihet nga gjëra tepër të çuditshme, të jashtëzakonshme. Dhe ai që na lajmëroi për këtë gjë është më besniku tek Allahu. Prandaj i besojmë bindshëm këto gjëra. Se si do të ndodhin, Allahu alem. Por i besojmë bindshëm. I besojmë bindshëm ndër të tjera sepse ne besojmë pa asnjë hezitim, pa asnjë mëdyshje, që Zoti ynë ka fuqi për gjithçka. Siç e bëri njeriu që nëpërmjet një gjuhë, cop mishi, dhëmbëve, të artikuloj fjalë, të nxjerr zë. S'është e vështirë fare për Allahun që t'ua mundësoj të folurën edhe kafshëve apo sendeve. Ne besojmë, bindshëm që Allahu, Zoti ynë, ka fuqi për gjithçka. Një tjetër shenjë e kiametit është udhëheqja nga njerëzit e ulët. Pra njerëzit që s'kan as aftësi, as moral, as njohuri. Dhe sa të shpesh i kemi këta në vendin ton. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, idha kana hufatul ura ru'usun nas fa dhaka min ashratiha. Kur ti shohësh të zhveshurit, këmbëzbathurit që udhëheqin njerëzit, atëherë dije se kjo është nga shenjat e kiametit. Cili është kuptimi? Kuptimi është njerëzit që nuk kanë të shkuar, të nderuar, as vetë ata dhe as familja atyre. Dhe as nuk njihen as ata dhe as familja atyre për aftësi drejtuese
apo të ndën kontribute. Po njerëz që vinë nga hiçi, pa pritur udhëheqës. Mund të jenë nga hiçi, por janë taft, janë zgjuar. Ja, por kuptimi është njerëz që vinë nga hiçi dhe nuk kanë as moral, as arsim për të drejtuar njerëzit, as aftësi drejtuese. Dhe ne dim që njerëzit që drejtojnë njerëzit, patjetër duhet të jenë diçka më lart se pjesa e rëndomtë e shoqërisë, sepse janë drejtues. Komandojnë, drejtojnë një masë të madhe njerëzish. Jo më kot Allahu Azza wa Jall të gjithë pejgamberët i ka zgjedhur nga familje të nderuara, të respektuara, të njohura, nga fise me famë, me kontribute. Jo më kot. Pse? Sepse kjo lloj përjardhje ndikon tek individët. Dhe ne, për shembull, edhe në vendin tonë njohim familje që shekull pas shekulli, brez pas brezi, kanë trashëguar të pasardhësit e tyre arsim, kulturë, ngritje nivel. Shohim të gjë, apo jo? Në çdo vend ka familje që spitasin për të gjë. Dhe vjen në përcjelljen e Tirmidhiut, nuk ka për të ndodhur kiameti derisa njeriu më me pozit apo dhe më i lumtur, i taktur kuptime, të jetë Luka bin Luka. Luka bin Luka këtu nuk ka për qëllim një emër të veçantë, por një njeri të rëndom, të paaft, të pamoralshëm, i pamoralshëm. Njeri i ulët. E sa i kemi ne të thotë që na drejtojnë? E dje parlamentit mbushur me njerëz tillë. Nuk po them 1, 2, 3, po përgjithsisht ashtu janë. Pa moral, të shturur, konsumues lëndëve narkotike, pianez, bigjosçi, interesa xhin, një pjesë e tyre me diploma false, një pjesë e tyre kriminal, ignorant. Nëse i qëllon që ndonjëherë të flasin për ndonjë ligj, për ndonjë nën, për ndonjë çështje që ka nevojë vendi shoqëria, nuk din të lexojnë. Dët. Dhe të janë elita, të janë elita që do na drejtojnë neve, apo i dhe ministra. Deri dje me splerave, me robe si zhele, u bë kryetare Dorgane, drejtoreshe Dorganës, me njëherë milionere, ministre, kryetare parlamenti, fodulle, arrogante, një spanjoll më parë. Kush i njeh këto? Apo familjet e tyre? Asnjë. Paf. Ka përzim i frikshëm. Dhe nga Ibn Maxhe vjen se profeti alayhis salatu wasallam ka thënë, do të vinë njerëzve kohë, vite mashtruese, pra të mbushur me mashtrime, në të cilat gënjeshtari do të besohet dhe i sinqerti do të përgënjeshtrohet. Do të jepet amaneti, do të besohet pra në amanet tradhtari dhe do të konsiderohet tradhtar ruajtësi i amanetit, besniku i vërteti. Dhe do të flasin ruajbidat. I thanë, o i dërguari i Allahut, çfarë është, cilët janë ruajbidat? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, njerëzit e ulët që flasin për çështjet e përgjithshme. Njerëz pa dinjitet, pa nder, pa karakter, pa dituri, të paaft, pa merita, pa moral, ata disfrutojnë çështjet që i përkasin shoqërisë. Keni parë nga analist, gazetar, po të njëjtët surrat. Nga 90-ta deri këtu, po të njëjtët fytyra, surrat në parlament,
në televizion, në studiot e tyre, servila sa han lëpirësa, delen gjinj, njerëz, interesa gjinj, të ullët, bashkëpunëtor me krimin, bashkëpunëtor me ligjësin këtë vend. Dhe populli i paditur i beson. Dhe kur del një njeri që e këshillon me të drejtën, me të vërtetën, nuk e besojnë. Nuk e besojnë. Jap një shembull. Dhe nuk kam për qëllim të lavdëroj dikën këtu. Ndodh që e hedh kandidaturën për kryetar bashkie një njeri i drejtë, siç ka ndodhur dikur në Tiranë. I drejtë, i ndershëm, nuk e merr. Dhe ja japin postin një njeriu kopil. Nuk është fajti që është kopil, por kur është edhe i pamoralshëm, i pisët në karakterin e tij, atëherë i shkon me të vërtetë. Ky e tim. Gënjeshtar, hajdut, mashtrues, dhe drejton një qytet të tërë, dhe vjedh një qytet të tërë, dhe prap njerëzit ja japin. Del dhe flet ai, ky ka bë punë. Ka bë punë për vete. Është ajo që tha më parë, detyrimet, njerëzit kujtojnë se ja bani favore, ja bani nder. Ai ka detyrë të shtrojë rrugët. Ka detyrë të sigurojë ujin, dritat në qytet, ka detyrë ambientin e pastër. Gjithaj ka detyrë. Nuk janë dere që na ofrohen. Janë detyrë. Allahu na ruaj. Të njerëz që profeti alayhis salatu wasallam paralajmëroi. Në një popull të parësimuar, pa dije, ku e ka karakterin e dobët, janë lakmitar, servila, interesi është vetëm familja e tij, atë për të është vetëm oborri i shtëpisë së tij, detyrën që ka, postin që ka, nuk mendon ta përdor për të mirën e shoqërisë, për të mirën e vendit, të ardhmen e fëmijëve të tij, po çfarë bën? Për vete. Vetëm për vete. Dhe ta marrin postë drejtuese dhe flasin, dhe ta vendosin se çfarë është e mirë dhe e keqe për fëmijët tanë. Allah e pastroftë e tokë nga njerëz të tillë. Allahu na ruaj nga sharri i njerëzve të tillë. Allahu i rrëzov nga pushteti i njerëzve të tillë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Ibn Abbas, do t'ju vinë ju udhëheqës më të keqinj se vetë me xhusët. Me xhusët? Adhurues të zjarrit. Në Persi dikur. Do t'ju vinë, thot, më të keqinj se këta. Allahu na ruaj. Një tjetër shenjë e kiametit është përshëndetja me selam vetëm njerëzve që njeh. Bejne dhe sa'a teslim el khasa, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, para kiametit selami do të jepet disa njerëzve, pra atyre që njeh. Ka rasis një herë, dhe më ka bërë shumë çudi sa që nuk e harroj. Në xhami, jo në të xhamin e një tjetër xhami. Isha duke komunikuar me një vëlla. Vjen dikush, po i njëjtit xhamatit, njëjtës xhami, pra që e njifte edhe mua dhe tjetrin. Vjen dhe më jep dorën vetëm mua, tjetrit sa jep. Në një ngjitje duke bisedu. Subhanallah. Apo hyn në xhami dhe të shef, kalon afër teje, jep selam. Pse? S'ka mohabet shumë me ty. Apo s'njeh ty. Për dhënë selamin nuk është kush njohja. Se ka thënë te profeti alayhis salam, për çfarë tha afshu salam, për hapni selamin. Për hapni selamin tha. Nuk tha jepi selam atij që njeh. Atij që s'e njeh, jo. Dhe kur kjo gjë bëhet e përhapur tek muslimanët, siç është bërë deri diku, atëherë kjo është një shenjë që tregon që kiameti është afër. Ardhja e një njeriu që do të njihet si el-Jahjah. Një tjetër shenjë e kiametit që
Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabu al-ayyamu wal-layal hatta yamlik rajulun yuqalu lahu al-jahja. Nuk ka për të larguar ditët dhe netët, nuk ka për të larguar ditët dhe netët, pra nuk ka për të shkuar koha, pa ardhur më parë një njeri që do të sundoj dhe që do t'i thonë al-jahja ti njeriu. Al-jahja ka kuptimin e të bërtiturës. Të bërtiturës. Dhe ky njeri do të jetë nga robërit. Slaverit. Siç vjen në tek Tirmidhiu, ku profeti sallallahu alaihi wasallam thot, nuk ka për të shkuar nata dhe dita derisa të vi dikush që do të sundojë një burr nga al-mawali, nga robërit. I thon atij jahja. I thon atij jahja. Ardhja një njeriu nga kahtanët, një tjetër shenjë kiametit, disa dietarë bëjnë të njëjtë. Thonë që jahja është po ky. Qahtaniu. Qahtania fis arab. Fis nga fiset e lashta, për të cilave mendohet që rrjedhin arabët, sipas një mendimi të historianëve. Qahtanët, dhe janë nga Yemeni. Dhe ekziston sot e kësaj dite ky fis, al-qahtan. Fis i lashtë shumë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, rajulun min qahtan yasuqu an-nas bi'asah. Një njeri nga fisi qahtan që do t'i drejtojë njerëzit, do t'i shtyjë njerëzit me shkopin e tij. Kuptimi thonë me shkopin e tij dietarët, pra që do të ketë pushtet, autoritet. A do të jetë ky musliman apo jo? E sakta është që do të jetë musliman, do t'i shtyjë njerëzit drejt fesë, të kapin për fe, t'i largojnë harameve, të adhurojnë Allahun. Siç vjen nga Ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, që e kanë komentuar me njëri të mirë, besimtar, udhëheqës të drejtë, që do ta orientojë popullin e tij tek hajri. Edhe me forcën e pushtetit do ta bëjë këtë gjë. Dhe siç sa më parë, disa dietarë të tjerë thonë që ai që është përmendur, jahjaja, është qahtaniu. Dhe ata që e bëjnë të njëjtin person, thonë që nuk është njeriu mirë ky. Por do të jetë zullumqtar, Allahu alem, pastaj a janë dy apo është një person që do të shfaqet. Këto janë shenjat për sot. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala të na shtojë diturinë e fenetit, na ruaj neve nga fitnet dhe njerëzit e saj. Fitnet gjin pra, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.